Mirë se erdhët, sot jemi të podcasti Turizëm me 3 sipërmarrës të rinj, por tashmë edhe të vjetër në ambientin e ekosistemit të startupeve të Shqipërisë. Turizmi në përgjithësi nuk është një temë që ose më mirë nuk është tema e parë që përputhet me inovacionin e teknologjisë, sepse shkollat pak më tradicionale, shkollat pak më më rutin dhe në përgjithësi dhe startupet që ne kemi ose aplikimet që na vijnë si agjenci gjatë 2 thjerëve të fundit nuk janë ose shumica nuk janë turizëm, por janë në përgjithësi të teknologjia dhe këto komponente shumë seksi që ne kemi si AI etj. Prandaj ishte do të thënë që leshi ime se ka vendin sot shumë. Po të kemi çfarë. Kështu që jeni, domethënë me shumë dëshirë ne donim ta bëjmë këto, kemi disa muaj që ndjekim Armando që ishte i lirë, sepse siç do ta shohim është një person shumë i kërkuar në Tiranë. Por e para na thoni kush jeni dhe me çfarë startupi dini dhe ta fillojmë nga Eni. Rubina. Unë një prezentim të kjo. Shumë shkurtër. Dhe unë jam Rubina Hoxha, themeluese e një startupi të ri. Startupi quhet Beer Bike, është Beer Bike i parë në Tiranë, i cili operon në fushën e turizmit. Është një startup i cili përshtatet pikërisht kësaj energjie të re moderne që ka Tirana, që kërkon, le të themi, një turizëm kreativ, përveç hotelerisë, plazheve, kujtave turistike klasike. Turistët po kërkojnë tashmë edhe një mënyrë të re të përjetimit të Tiranës, diçka më kreative. Beer Bike ofron pikërisht këtë gjë. Unë jam themeluese e Albania My Way, i cili është një tur operator që në 2019 në Shqipëri. Pasi ka qenë Covid edhe me gjithë këto ndryshimet që ndodhin në fushën e turizmit mas Covid, ne menduam që kemi një startup të ri tashmë, quhet Albania Mountain Club. Është një platformë digitale ku ndihmon shumë jashtëmarrëse digitalizimi dhe AI, e cila do të përfshijë të gjitha ato tur operatorët apo guidat lokale që nuk e gjejnë veten shumë të përfaqësuar dhe nuk gjenden kollaj që ofrojnë eksperiencë shumë autentike dhe shumë të veçanta, të cilat ne duam t'i përmbledhim të gjitha në një platformë ku do të konkurrojmë dhe të shpresojmë me shumë dinjitet platformat ndërkombëtare. Në bazë kemi kualitetin dhe cilësinë të cilën duam patjetër që ta ruajmë në shërbimet që ne ofrojmë, duke ulur në mënyrë të konsiderueshme komisionet që ata paguajnë në platformat ndërkombëtare. I kemi hyrë një punë pak të vështirë edhe shumë të madhe, kështu që startupi, marrëdhënia e startupi, vendimi që na ka dhënë qeveria është le të themi një ndihmë shumë e rëndësishme për neve. Dhe të shpresojmë që së bashku do bëjmë një punë shumë të mirë për promovimin edhe për lancimin e këtij startupi. Faleminderit, Armando. Unë jam Armando nga Albania Night. Albania Night është një qendër kulturore që ka në fokus trashëgiminë kulturore, jo materiale, të ofruar kjo tek turistët, po jo vetëm turistët, edhe shqiptarët, si vendas ashtu edhe diasporës, nëpërmjet eksperiencave interaktive. Pra një one-stop shop e kultura shqiptare me gjithë elementet e saj përbërës. Eventi që na ka bërë të njihemi më tepër është vetë emri, Albania Night, mbrëmja shqiptare, ku çdo natë ne performojmë një mbrëmje tradicionale shqiptare me këngë, valle dhe tradita, të gjitha këto në 1 orë e gjys që të huaj të mund të njohin kulturën tonë më nga afër nëpërmjet një mënyrë disi inovative. Shumë faleminderit gjithëve dhe do ndalemi të gjithë startupet tuaja dhe çfarë bëni se bëni më detaje, po me që jemi të ty Armando dhe të gjithë besoj e kanë menduar që kjo është një eksperiencë shumë e rëndësishme, kemi parë në ambiente të ndryshme, pra në evente, në shfaqje, në dasma, e më radhë. 2 gjëra dhe më thënë unë duhet ta kap pak Albania Night. E para, si arritët shkome për një ideja, dhe këtu po kalojmë nga një element po të tradicional një dasme, të një element turizmi si shërbim, ndaj unë nuk do të edhe tuaj, do të edhe shqiptar, sepse unë vetë isha pjesë e një event tuaj dhe shumë për e të element asë nuk
dje, pra kriza e edukimit qëndron. Pra, si arriti që ta fokusohet këtë ide, ta përpunohet, ta mbjellni në një koncept kaq bukur. Dhe nga tjetër, çfarë i bindi për ta bërë? Sepse janë shumë i bindur që ka pas jo vetëm vështirësi si çdo ndërmarrje ose ndërmarrje tjetër, por ka pasur edhe sfida tre i vogël, pasiguri të fillimit e më radhë. Pra këto dy komponente janë shumë interesante për ta bërë. Shiko, nëse do kthej kohën mbrapa në ditën kur vendosëm ta hedhnim në letër idenë e qendrës tonë kulturore, sinqerisht, ne i hymë detit me këmbë. Në një treg që më përpara nuk ekzistonte, pra turizmi kulturor në Shqipëri ekziston, por është në formate shumë konvencionale. Ndërkohë që qendra jonë kulturore bën pjesë të një pjesë e industrisë turizmit që në vende si Franca, Spanja, Japonia, Greqia, Turqia, vendet e Arabisë, vendet e lindjes mesme shumë i zhvilluar, ndërkohë që te vendet e Ballkanit nuk kishte ardhur akoma. Dhe të marrësh iniciativën, ta sjellësh këtë në një treg ku nuk ke shifra konkrete, se sa klientë do të vinë potencialisht, sa është fuqia paguese e këtyre klientëve. Kur e kthej kohën mbrapa, nuk e di se kush ishte motori që realisht na shtyu ta çonim përpara projektin. Po sot, 9 muaj më vonë dhe 19.000 klientë më vonë, di të them që çfarë lloj force që ka qenë ajo që na shtyu ta bënin, ka qenë forca e duhur. Tregu nuk është as pak i vogël, tregu është shumë i etur, ne në këtë moment, në pjesën më të madhe të netëve, nuk i përballojmë dot kërkesat e njerëzve që duan të marrin pjesë tek mbrëmja shqiptare. Dhe në paralelizëm do doja ta krahasoja Shqipërinë me Spanjën në këtë drejtim, sepse Spanja këtë industri e ka të mirë zhvilluar, të konsoliduar për shumë vitesh, ka paktën 300 teatro që ekzistojnë vetëm në pjesën e Andalusisë për flamenco show, ka 11.000 artistë, ka miliona klientë çdo vit që janë të interesuar për këto shfaqjet kulturore të mbrëmjeve të flamencos, ndërkohë që te Shqipëria jonë e vogël, që trashëgiminë kulturore e ka shumë më të madhe nga çka sipërfaqe, sot jemi vetëm ne, por jam i bindur që brenda 5 viteve kjo do jetë një industri ku ne do jemi thjesht një element, shumë të tjerë do jenë pjesë e këtij tregu. Pse? Sepse industria është shumë e etur. Klientët janë shumë të etur. Ata vinë në Shqipëri, nuk vinë shumë për Shqipërinë, duan të mësojnë më tepër. Ngjyrat e kostumeve tona popullore, po jo vetëm ngjyrat e kostumeve, por edhe ngjyrat e valleve tona, të këmbëve tona janë shumë të bukura. Dhe ti mbledhësh gjitha këto në një eksperiencë të shkurtër, unë mendoj që kjo i jep turistëve një argëtim shumë egzotik, por në një distancë shumë vogël nga shtëpia e tyre. Pra, nëse po flasim për tregun evropian, Shqipëria është 40 minuta larg me fluturinë dhe vjen dhe merr pjesë në një eksperiencë kësaj natyre dhe shikon një realitet dhe një kulturë të ngjashme deri diku, por njëkohësisht shumë të ndryshme nga ajo e jotja. Kur e nisëm projektin fillim fare, ne menduam se lekët që kishin ne aksionerët do na mjaftonin, siç e ka Shqipëria, që i shkruajnë gjona të letër, por pastaj realiteti del gjë krejt tjetër. Lekët menduam se do na dilnin dhe sfida jonë e parë ishte pikërisht kjo, që realizimi i projektit, ashtu siç donin ta bënin neve, me lekët që kishin ne në dispozicion nuk ishte asgjë të mirë. Dhe filluam të aplikonim në vende të ndryshme. Një ndër aplikimet që bëm ishte ai te Startup Albania, që më kam thënë shumë herë dhe duket sikur është kështu. Kam marrë me lart qokën te ju se më keni dhënë ndihmë dhe sot vetë me thonja dy llafe të bukura. Jo, nuk është as pak kjo. Të paktën për mua jo. Sepse në momentin që unë aplikova te Startup Albania, që Albania vetë aplikoi te Startup Albania, ne e nisëm, okay, hajde e provojmë, të shohim çfarë do dalë. Inovacion, nuk e di, ideja jo nuk është inovative, është një që nuk ekziston, asnjë si kishte lidh këto element kulturës shqiptare në formën siç po i lidhnim ne. Po ashtu siç e the ti, kur mendon fillim fare, gjëja e parë që të shkon në mend është teknologjia, inovacioni, aplikacioni, gjithë gjërat e bukura që unë as nuk morr vesh shumë. Dhe kur morëm vesh pastaj që projekti jonë u përzgjodh, s'ta shpjegoj dot. Se çfarë ishte për ne, që më në fund kishim buxhetin e nevojshëm që ta çonim deri në fund projektin, dhe ditën kur e hapëm pastaj,
do të them edhe një hap më mbrapa. Në momentin që filluam dilnim publikisht në rrjetet tona sociale, aty suporti nuk ishte më vetëm befasi se si Ministria e Sipërmarrjes dhe Startup Albania na ndihmoi në program. Nuk ishte më befasi se si EU for Innovation në program. Ishte befasi se si çdo shqiptar, çdo gjë që ne hidhnim, e merrnin dhe ripostonin. Unë mendoj që projekti jonë është shumë interesant, po ishte shumë herë më interesante mënyra se si gjithë shqiptarët u bën bashkë, dhe kur bëj fjalë për kulturën e tyre, gjithë ishte sikur hajde të japim dhe një shtys kësaj gjë që të eci përpara. Dhe çdo natë ne kemi shumë shqiptarë që kanë marrë miqtë të tyre që i kanë ardhur nga jashtë dhe kanë sjellë te ne se duan të tregojnë kulturën shqiptare. Nuk ta shpjegoj dot Arian gëzimin dhe krenarinë që ti shikon te sytë e këtyre shqiptarëve, teksa ne po i tregojmë kulturën tonë miqve të tyre. Dhe unë mendoj që kjo është një ndër elementet që ka bërë projektin tonë që në 9 muaj të marrë këtë impaktin që ka marrë. Para më pak se 4 ditësh ne ishim performanca vetëm artistike të mbrëmja e mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s në Shqipëri, që kishin ardhur për herë të parë këtu. Kemi marrë pjesë në të paktën 6 panajere ndërkombëtare duke përfaqësuar Shqipërinë, kemi marrë pjesë në nuk ti numëroj dot se sa evente tjera të rangut të UEFA-s, dhe e bukur është që miqtë e mi më pyesin si ka këto evente. Se të gjithë mendojnë që dhe të kesh pas në një mënyrë se si ke ka këto evente. Bravo, si ka këto program. Eventimi që i bëjmë është i tregojmë screenshot bisedat e shërbimit klientit ku na kanë kontaktuar ata vetë. Pra, në pjesën më të madhe të këtyre eventeve, ne nuk kemi bërë absolutisht as edhe gjë për që në pjesë. Ata kanë ardhur vetë dhe ndërkohë që po bëjmë këtë podcastin bashkë, në fund të këtij podcasti unë do të shkoj te qendra sepse autoriteti i mediave audio-vizive ka një event me 60 persona të huaj nga vende të ndryshme të botës, që edhe këta kanë ardhur për punë, po autoriteti do t'i japi një shihet Shqipërisë. Kështu gjitha këto ishin surpriza për ne, nuk ishin gjëra të mirë kalkuluara, nuk duhet bëj atë sipërmarrësin që do thotë këtu ne kishim menu të gjitha, e gjithë kjo është fal aftësisë tonë, unë mendoj që ishte thjesht kultura shqiptare. Është aq e bukur, është aq interesante dhe ne shqiptarët e duam kaq shumë vendin tonë, sa kur bëhen këto ingrediente të mbledhur së bashku, suksesi është shumë i thjeshtë pastaj. Ne thjesht qëllum të ishim të parë që e bëmë. Okej, kamerika dhe të ishim parë që e bërë. Për pak do të janë disa elementë që ti përmenda, dhe pas më vonë të shpeshim pak në pikpamje kulturore dhe të trajtojmë pak si biznes. Parë se asaj do të bëhet një të pyetje rutines, pra çfarë gjithmonë po flasim edhe në përgjithësinë e kemi këto momente, sidomos në momentin e shpalljes të projekteve fituese, kemi gjithmonë një pjesë edhe i kuptojmë se edhe unë kur duhet të aplikoj për migrant do të fitojmë, do të kemi humbur, do të gjithë mund të fitojmë, ca humbin edhe ca ankohen, sidomos për projekte ose startup-e të cilat nuk ju duken, e një ka gjë është edhe në Night, një gjë ka qenë aty edhe më shumë tjerë, pra pa referuar një ditë, që si është kjo gjë inovative. Pra, na thuaj pak pse mendoni një që projekti juaj ishte inovativ, se ne e vlerësuam për ta financuar, prandaj dhe e di, po këtë është për sport publiku. Dhe nga ana tjetër, çfarë i bëri ju që thoni që unë edhe pse është kaq i thjeshtë, ose në aspektin gjithmonë të flasim krahasimisht me teknologjinë kamerat, është i vlefshëm dhe ka një impakt caktuar aty ku ne potencial agency dhe atyre dhe ministria ka nevojë që të ketë. Po e nis pak si me vjen ideja, dhe pastaj se si arriti deri në aplikim për grant. Unë dhe kam një eksperiencë të gjatë në organizime eventesh, marketing, shitje. Dhe duke qenë pjesë organizimeve në outdoor, unë mendoj që janë shumë të nice rrugime. E njoh edhe nga gjithë ky rrugim që ke bërë nga rrjetet sociale. Po me çfarë kam një njëjtin emocion, domethënë se pak shumë kam një njëjtin emocion në se si ai nisën atë rrugim. Në ndryshme, po themi një startup i tillë që kërkon një ambient fix,
Unë kam eksperiencë në organizime outdoor. Dhe këto kërkojnë një infrastrukturë, kërkojnë një numër stafesh, kërkojnë mjete logjistike. Pra nuk është aq e thjeshtë dhe janë evente që ngrihen për pak ditë dhe bëhet një punë shumë e madhe si punë një fiks. Duke qenë se kam pas gjithmonë problematika në gjithë organizimet, isha gjithmonë në kërkim të po themi mjeteve apo mënyrave apo shërbimeve që do më lehtësojnë këto. Dhe do të mund të krijoj edhe diçka personale për të zhvilluar një biznes personal në këtë drejtim, në këtë fushë për shkak të një eksperiencë të gjatë. Duke u lumtuar tregun, duke parë po themi çfarë ekziston në Europë dhe këtu më lart, hasa në një po themi mjet të ri, inovativ, në mënyrë se ishte krijuar, i cila më lehtësonte të gjithë këtë punën logjistike, kërkimin e stafit, për të realizuar një event outdoor që mund ta ngresh në pak sekonda, pra ndryshe ngrihej në shumë ditë, tani mund ta ngrej në pak sekonda nëpërmjet këtij mjeti. Kam punuar në drejtim të krijimit të mjetit për ta personalizuar, që do të thotë kam krijuar në formën e një beer bike dhe bëj pak a shumë një vazhdimsi po themi të punës që ju bëni në një mënyrë shumë një biznes në një formë shumë individuale, për këtë biznes mund të realizojë një individ. Nuk do ketë nevojë për pasur ekip shumë të madh, nuk do ketë nevojë për buxhete shumë të mëdha operacionale dhe në vazhdimsi të prezantimit të themit historik të kulturës, mund nëpërmjet këtij mjeti prezantoj pijet lokale, gastronominë dhe historikun që vjen mbas tyre. Kështu që e krijova këtë gjën, e solla mjetin, e hodha në treg, pas që kishte një rezultat më njëhershëm. Atë që kemi përjetuar për masa shumë të mëdha, përjetuam për masa më të vogla dhe pas një interes shumë të lartë nga turistët. Dhe kur dëgjova pastaj për mundësinë e aplikimit për grant, sepse gjithmonë kam qenë në udhëtim që duhet të ketë mënyra financimi për të ndihmuar bizneset e reja, dhe kur dëgjova këtë mundësi që u lançua, sigurisht është ai momenti i hezitimit, mosbesimit, dhe jam e angazhuar edhe full time në një nga kompanitë më të mëdha investuese. Kështu që kohën e kam shumë të limituar dhe ajo do angazhimin e vet, seriozitetin e vet. Megjithatë, mendoj që duke i shkuar deri në fund aplikimit, që nuk është edhe një proces shumë i thjeshtë, se normalisht do ta ndërtosh biznesin edhe një herë nga fillimi, po me letër. Pra atë që unë po e shikoja në terren, do ta rindërtoja në formën siç kërkohej në grant, pra për ta për atë pika. Ky mjet ka të gjithë teknologjinë tuaj që përfshin po themi Wi-Fi, pjesën e energjisë elektrike, pjesën e furnizimit me ujë, posën e shërbimit. Ka 2 sisteme frigoriferike që janë dhe për krikon, draftin, pijet pra draft të freskëta fare dhe të pjesën e paketimeve të tjera, kanaçe, shishe, paketime të tjera. Pra ajo i përfshin të gjitha dhe 100% e vetë operueshme. Dhe mund të operohet edhe me një grua siç është modeli im, që sot të vuajt përgjithsisht më njohin si beer girl, për e basa e birës, që është është një gjë e re për ata, se përgjithsisht është një biznes bugash, që qëndrojnë pas një banaku, që shërbejnë. Kështu që unë këtë arrita ta operoj si një grua nga fillimi deri në fund, vetëm mund të realizoj, të kombinoj teknologjinë, inovacionin, kulturën, edhe traditën, historinë, gastronominë, të gjitha në një që më merr shumë më pak kohë, se që më merrte për të kisha një event më fiks. Kam aplikuar, gjithmonë shajtë për grantin, dhe patjetër është ai gëzimi i madh që ju e tha në momentin që merr, sepse nuk është vetëm pjesa e mbështetjes financiare, por është një validim që i bëhet. Pra ti fillon beson tek ideja dhe e merr më seriozisht, sepse tani kemi përgjegjësi të madhe, kemi fond, kemi njerëz mbrapa që kanë nevojë ta besuar, po dhe presin një raportim, kështu që validohet ideja shumë, konfirmohesh, i konfirmon vetes që po ke ide ke, dhe i jep më të mirën edhe ndihmë financiare të ndihmon dhe patjetër që më ndihmoi shumë për të shtuar një staf, më dedikuar për të marrë një vagon të dytë, kjo është një beer bike, pra është një banak të vizës, që po mbyllet bëhet një biçikletë elektrike, ai mund të shkojë kudo që ka turist dhe është i gatshëm të shërbejë që në sekondën e parë që është prezent. Dhe mund ta bëjë një individ tash.
Kështu që shtuan dhe një vagon të dytë me financimin, ai vagoni i dytë ka përmirësuar shumë cilësinë e shërbimit, e ka bërë atë një pikë edhe më të paraqitshme. Është një vagon të tretë, sepse të gjitha këto të bëjnë të planifikosh për më shumë. Dhe sot e kësaj dite janë ato feedback që i fat, unë për shembull do vim të huaj që më thonë të kemi parë në tur nga filial influencer i udhëtimit, që udhtojnë në përballë të prezantojnë qytetet, kemi parë karrocën tënde ose beer bag, dhe erdhën posaçërisht për ta parë, për të provuar pije. Do të thënë arrita shoh vetën ose po themi beer bag në disa nga klipet shumë interesante që të huajtë i bëjmë për prezentuar Tiranën. Pra, është një prezencë më shumë në Tiranë. Shumë faleminderit për shpjegimin, atë siç thash, do mbase për pak të shoh, do të kërkojmë të na thoshë edhe sa rezultate të shifra të të dytën e tretën. Po në botën e startupeve ne flasim për multiplikimin e modeleve, për rritjen e shpejtë etj. Deri që bën edhe startupet më interesante, jo interesante, por do të thoya ndryshe nga kompanitë tradicionale. Një të pyetje, më thonë, ku e morët kurajën ka filluar, si ka jetur mbase e dy që nga kemi grantë, po si ka jetur në moment që filluat, se grantë i një komponent, ka dhe komponent tjerë, që ju e boni realitetet o pjesëmarrjen, e kuptoj që ka shumë guida dhe në përgjithësi guidat janë edhe në mënyra individuale, pra ka të bëjë shumë edhe me individin. Si i gërshëtonë të gjitha elementet që ta bënin suksesshëm ose deri tani, relativ me ato që keni menduar apo që dohet të ishit. E para të filloj një herë duhet të them Lekës faleminderit. Sa herë takoj Armando dhe pjesën fal se e emrin, sepse unë jam në Leka, siç e ka emrin kur interpreton në rol. Kështu që për mua është Leka dhe kudo që shohim Leka si e. Kjo tregon konfirmon pak a shumë edhe efektin që ka pasur edhe neve, atyre që si tur operator neve kemi sugjeruar shumë pa dhe përdorur për ato raste që na është nevojitur për klientët tanë. Faleminderit. Tani në lidhje me rastin tonë, me startupin tonë, sidomos mas Covid, domethënë trendet nuk kanë qenë të mbledhur në turizëm, partneri biznesit ka pak më vonë, po gjithsesi në 2016 kanë mjaftuar shumë eksperiencë. Mas Covidit ne kam disa trende të reja. Para rritje shumë e IT-s, e digitalizimit. Domethënë çdo gjë që ekziston sidomos sepse po flasim për tregun e të huajve që vizitojnë në Shqipëri. Në gjitha rastet ne shohim në këtë fushë, domethënë për të huaj që vizitojnë në Shqipëri, dhe ne këtu jemi për të ofruar vendin. Vendin e tim që kemi shumë interesant, Armando përdori një term që më pëlqeu shumë, që ne kemi kulturë më tepër se ç'kemi sipërfaqen e vendit. Pra, kemi mjaft fushë për të ofruar, për të parë. Është vetëm ne duhet punojmë në mënyrën se si do ta paraqesim, si do ta transmetojmë, edhe sa mirë na rinjtruajmë këto tradita për të përcuar të huaj. Tani, Covid ndryshoi edhe diçka tjetër, udhëtimin solo. Domethënë, nëse më përpara njerëzit ishin shumë të planifikuar, udhtonin me grupe, me data fikse, me gjëra të përcaktuara për 2-3 vjet, kështu që Covid këto gjëra komplet u shndruan, ata donin vetëm lëviznin, ndodhen ca ndryshime që ishin kaotike, pra njerëzit rezervonin në moment të fundit, shumë udhtonin në mënyrë individuale, e cila u rrit shumë nga Covid, dhe kjo ka nisur disa trende të reja në turizëm. Një prej tyre është edhe self-guiding, që ne do kemi pjesë platformës, po edhe kjo udhëtimi solo do të thonë që ata nuk preferojnë të hyjnë në grupe, ata i bashkëngjiten grupeve, por kërkojnë shërbime në destinacion. Pra, po themi nëse dhe nuk përmendën fetën e Valbonës, janë destinacione shumë të njohura tashmë, do të promovojmë të reja. Vjen e kaluar isha në një nga këto ture familiarizuese në Tibër, që ishte qyteti i vetëm që unë kisha parë në gjithë Shqipërinë, dhe ishte më tepër vështirë për të parë Tibër se sa çdo gjë tjetër. Dhe aktivitetet aty janë pafund. Duhet filluar që me raftin që bëhet në Drim, që nëse tash e josume edhe vjosa më kanë shumë ujë Drim, ka gjithmonë ujë edhe është një aktivitet spektakull. Dhe eksperiencat e tjera duke nisur nga gjitha fushat, domethënë edhe nga kultura, në qëse ne dim ka marketojnë të shesin, atë ka shumë potencial, pastaj outdoori, atje është një magji e vërtetë. Pra normalisht duhet të kemë potencial i arshëm ka të vëndin tonë, duhet të jetë Tibra. Është një vend i mrekullueshëm e mëqishëm për sa i përket natyrës. Ata njerëz që ishin atje që ofrojnë disa eksperienca, e kanë të pamundur për shkakun kur i përmendja edhe viatorin, për shkakun regjistron viator, regjistron TripAdvisor, regjistron në platformë të kombëtare, po nuk di ta bëj, po nuk di se si, po nuk di ku, po anglishtja ime është e mirë, po jo më e mirë.
nuk do të merren me kompjuterin. Më thonë, ka shumë pafund qoftë dhe tur operator lokal, po dhe guida që ofrojnë një eksperiencë dhe kanë të vështirë, pra vetëm kur arrin atje që se pyesin me këtë word of mouth që i thonë pra me fjalën që dhe nuk kanë dhe nuk dinë se ku të adresohen për të ofruar këtë shërbim. Kështu që duke mbledhur gjithë ato avash dhe ne konsoliduam këtë idenë tonë. Ka qenë ide e hershme drejt, po është e vështirë për të realizuar, për të mbjetuar si biznes, që çështja është ideja shumë e bukur, por ama për të mbjetuar kërkon shumë financa, edhe kërkon punë, por kërkon shumë punë. Atëherë na duhet ky tregu digital, kjo platforma digjitale që si fillim do jetë shqiptare, por ne duam që të fusim të tërë këto guida dhe tur operator lokal që kanë pak të vështirë ta gjejnë vetëm në natyrë, pra të futen në një platformë shqiptare, ne do t'ju ofrojmë ndihmë në kuptimin që mund të rishikojmë eksperiencën e ndryshme, mund të rregullojmë për ato gjëra që mundemi neve të shikojmë, dhe gjithashtu se si ta fusim në platformë. Pra nuk do të jenë të vetëm që të lënë atje në një kompjuter apo në telefon apo në diçka, do të jenë asistencën tonë për ta futur, për ta listuar atje, dhe pastaj hapat e para kur regjistrohet, apo të kontrollojnë emailin, apo mesazhet e gjëra të tjera të tilla, derisa fillojnë avash me hapat e tyre që të përmirësohen këtë fushë. Teknologjia është ajo që bën bashkë gjithë ato gjëra, pra teknologjia në këtë rast është shumë e rëndësishme, edhe ne po e zhvillojmë për herë të parë, nuk ka një platformë të tillë, dhe sidomos se kemi të dedikuar ndaj këtyre zonave rurale dhe malore. Shqipëria ka potencial pafund në këtë zonë. Brevitetin tonë kemi të përmbytur njëta tashmë, kështu që nuk ka nevojë për reklame, nuk ka nevojë për buxhetu, gjendet në lirshëm. Kemi gjithë zonat malore dhe zonat rurale, të cilat kanë një potencial të jashtëzakonshëm, sidomos për një treg europian ose le të themi për një treg që i ka kaluar këtë fazë dhe dëshiron të rikthehet. Pra ne duke qenë se i kemi ruajtur pak traditat më gjatë, duke qenë se kemi qenë pak më të izoluar, atëherë këto vende dhe këta njerëz sidomos nga rroba perëndimore vjen dhe shohin këtu ato tradita që kishin përpara 50 vjetësh ndoshta akoma të mendet e tyre. E vetëm është që shohim është ruajtja, largimi i njerëzve nga zonat, mos mësimi të rinjve me këto tradita ose si të mbajnë për shembull në gastronomi një kulinari të caktuar, si shkojnë prapë ka rrojnë të tyre që i kishin, si shkojnë prapë ke punimet me dorë, janë kur shkon keq një punuesi thotë jam vjen keq për djalin sa kam thotë, po pse vjen keq, kjo është një punë e jashtëzakonshme. Apo ke punë, jo kam shumë punë të lodhet. Po tani kjo është pjesa e lodhjes, po pjesa e paguimit nga mbrapa dhe pjesa e kënaqësisë. Pra ka shumë gjëra që duhet bëjnë që ti jesh lumtur që gjeni në këtë shtëpi, por bën një punë shumë të bukur, por bën një punë që ka të ardhur ekonomike, pra ti nuk duhet të jesh mërzitur për këtë. Kjo do të ishte ajo që ne do të bënim për gjithë punët tona. Tek startup Urbania kemi aplikuar dhe një vit më përpara, kështu që ky ishte viti jonë i dytë. Ishte përgatitur pa prisën, kësaj herë u përgatitëm më mirë, jemi përgatitur realisht fort për këtë aplikim. Edhe ishte mundësia, domethënë, sigurisht e para jona që të kërkonim me ngulm, të kërkonim patjetër, sepse duhet ne jemi një shtysë me ta fillojmë. Ne duam që platforma për të fillojmë godas edhe të jetë e mirë, pra po e krijojmë nga e para, duhet të ketë patjetër të dashboardin e mbrapa, që gjithsesi do të ketë mundësinë vetë logohet atje dhe nuk duhet të jetë një nga ato të thjeshta që do merr një WordPress edhe ti e personalizon pak, por nuk bëhet ashtu siç duhet. Pra duam të bëjmë një gjë të mirë, nuk do të lançojmë diçka që nuk do kishte mundësi pasaj të rritej edhe të ofronte, nuk kishte me cilësinë e duhur. Pastaj duke qenë se aktualisht ne ofrojmë ture në rajon, pra ne jemi prezent edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, edhe në Majtësi në turet tona, se jo, ambicet janë që edhe të shtrihemi pak. Do të qoftë se mundet, do të bëhet një platformë pak shumë e vogël për Ballkanin Perëndimor. Këto janë ato ambicet tona. Shumë faleminderit. Ramon do të them edhe një herë tek po themi te qendra kulturore, tek shërbimi gjithmonë turizmi si shërbim, sepse ne do të marrim turizmin, qoftë kulturor, qoftë malor, qoftë gastronomik, dhe do i kemi një shërbim që është i aksesueshëm për çdo. Pra unë duhet gjej kulturën e gjej, dhe fejli në base, ose atë që unë shikoj shumë njerëz tjerë tek Benenajs është e ka shndruar këtë në një eksperiencë. Pra në një produkt që ti konsumon tradicionalisht, shkon në shfaqje, ju ulesh e tjerë, ti ke një eksperiencë për shumë element, kulturë,
inovacioni e tjerë. Në aparencë, siç kemi pas shumë komente, është turizmi nuk është shumë inovativ. Por tani vesh në fakt në pamja e kulturës, e emocionit, dhe vesh në fakt dhe shkojmë tek biznesi. Po. Sepse thelbi kryesor dhe të gjithë ne duam që ta kuptojmë është që shteti ndihmon bizneset e reja që të ketë mundësi që ndihmojnë më shumë bizneset e reja të tjera, duke qenë që duam të investojmë sa më suksesshëm të juaj, që shumë fonde, grante kanë për të tjerët në vitin e ardhshëm. Ky është një rreth virtual, si të gjithë duam të kemi pjesë, pra ju keni një biznes shumë të suksesshëm, ktheheni në ekonominë shqiptare taksa e tjerë punësim, e mëra. Tani, koncepti startupit në ndryshim nga koncepti një biznes tradicional, është që shumë shpejt ketë targa shumë të për një kohë shkurtër relativisht, dhe pastaj kuptohet çdo startup shumë të konsolidimi në treg dhe arrin një pjesë një maturim që pastaj vazhdon ato produktime e tij. Tani nga përpara biznesit në thuaj disa shifra, pra në thuaj base të fokusohesh tek numri i klientëve, të fokusohesh tek numri i artizanëve që vetë po pjesë komunitetit, të efekti që ju keni pasur ose ta po themi turistët që keni ndërheshur si kanë afektuar këtë komunitet dhe e fundit pastaj se si mendon ti që Albania Nights është inovacion vetë. Pse mendon ti që duhet kuptoj konceptin tonë në politikë? Kur flas për Albania Nights e kam të vështirë të fokusohem te pjesa e biznesit, është gjithmonë kjo pjesa e kulturës, e emocioneve, e traditës që më tërheq në ca zinxhir më të fuqishëm. Jo, por shumë e rëndësishme të tërhiqem dhe ndaj se ky projekt do të jetë i qëndrueshëm. Do t'i bëj shumë shkurt. Unë mendoj që ka një marrëdhënie ndërmjet Albania Nights, institucioneve publike, donatorëve, apo të gjithë atyre që kanë interes në zhvillimin cilësor dhe të qëndrueshëm të turizmit në Shqipëri dhe bizneseve lokale. Dhe para një muaji, as unë vetë nuk e kisha kuptuar këtë derisa më pas u ulëm dhe pam shifrat konkrete, dhe aty arritëm në një aksion që në kontekstin e biznesit unë mendoj që është shumë interesante. Projekte si Albania Nights mund të mos ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në shtimin e turistëve në Shqipëri, por ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë mbi sasinë e parave që ata shpenzojnë brenda Shqipërisë. Të gjithë këta turistë, 19.000 veta që kanë ardhur të shikojnë mbrëmjen shqiptare, po të mos ishin ne, ka gjithsesi do e hanin një darkë. Po darka e tyre do kishte një kosto mesatare, po themi 10 euro. Duke ardhur te qendra jon, kjo kosto mesatare nga 10 euro ka shkuar në 70 euro. Pra e kemi shtatëfishuar shpenzimin mesatar të 19.000 turistëve vetëm për të ngrënë një darkë. Këto janë të ardhurat të cilat ku shkojnë? Ngelen ekonominë lokale të këtij vendi. Një gjë tjetër që ne kemi bërë është që tani ne kemi nënshkruar, dhe kjo është hera e parë që po e them, ne do bëjmë një postim të rrjetet tona sociale, po duhet që ja startup Albanians, ekskluzivitetin e vëmjes këtij lajmi në fillim. Ne kemi nënshkruar kontrata për 2026 me Kontikin, që është një ndër tur operatorët më të mëdhenj në botë. Ata janë prezent në mbi 150 shtete. Ata më përpara vinin në Shqipëri si pjesë e një turi të Ballkanit. Po Shqipëria për ata ishte një kalim 3 orarësh. Ata në Tiranë nuk qëndronin më tepër se 3 orë, sepse fjetjen pas vizitës së Tiranës e kishin në ofër. Kontiki tani, të gjitha grupet e veta që bëjnë turin e Ballkanit, kanë nënshkruar një kontratë me ne që gjithë ata do vinë të shikojnë mbrëmjen shqiptare. Po mbrëmja shqiptare fillon në orën 7 darkës. Kështu që ofrin se kapin do të bëjnë ata. Do duhet të flenë në Tiranë atë natë. Kështu që pas nesh, ata do duan dalin ka pinë një gotë të lokale të Tiranës. I duhet një vend ku do flenë atë natë. Të nesër me ndosgjohen dhe do duhet hanë një mëngjes. Të gjitha këto janë të ardhura shtesë që vinë si rjetoj e ekzistencës së një eksperience që i mban këta njerëzit të lidhur më tepër me destinacionin ku ata kanë shkuar. Dhe nuk është vetëm Kontiki, është Expat Explore, Tour Axis dhe për 2026 Tirana do ketë 2500 net qëndrimi më tepër nga që kishte në 2025 vetëm falë këtyre 3 kontratave që Albania Nights kanë nënshkruar me këto 3 tur operatorë ndërkombëtar.
Me që do e shifra konkrete. Ekskluzive. Me që do e shifra konkrete. Dhe tjetër, të gjithë këta që jemi gjithë turistëve, ti ke shku, ke udhëtu, ke lëviz, dhe të ndodhë të futesh në një vend që ke shku me hëngër darkën, apo me pa mbrëmjen shqiptare të versionit të cilit do shtet, dhe ata kanë një kënd aty ku kanë lënë ca gjëra me ble si suvenire. Dhe ti në fillim hyn me ide që s'do blesh gjë aty, se ke shku vetëm me pa mbrëmjen shqiptare. Po kur shkon aty se ç'ta ngacmon syrin ai suvenir i bërë me dorë nga një zonë e fshehur e mati që ti s'do e shifsh ndryshe apo mos ishte ky projekti. Dhe janë mesatarisht 8.000 euro në muaj që ne shesim produkte artizanale. Këta janë turistë, të cilët vinë aty për të parë mbrëmjen shqiptare dhe përfundojnë duke blerë suvenire. Kjo është blerje oportuniste, kjo është cross-selling. Përveç kësaj, ata vinë aty edhe thonë, pas sa po më shijon kjo mbrëmja shqiptare, ta kisha i godë verë tash këtu. Gjë çfarë? Ke barin aty. Dhe ne te bari jonë nuk shesim bie freskuese të importuara, nuk shesim, s'po duam përmend marka, por nuk shesim asgjë nga këto. Gjitha pijet janë tradicionale, gjitha verrat tona janë të prodhuara nga kantina shqiptare, varietete autoktone shqiptare, sepse për ne është shumë e rëndësishme që të promovojmë sa më tepër ekonominë lokale. Në kontekstin e biznesit, jemi si një hub, një qendër, e cila krijon sa më tepër lidhje të kësaj natyre. Dhe faza e dytë e projektit tonë tani është të gjithë këto mesatarisht 300-400 veta që futen çdo ditë te qendra jonë, të gjejnë një mënyrë për të shkuar te kjo Dibra që po përmendte kolegja, për të shkuar te Cura i Epër, për të shkuar të gjitha këto zonat e pa eksploruara të Shqipërisë, se Ksamili Saranda nuk ka më nevojë. Nuk kemi pse t'i themi neve turistëve ti ku duhet të shkosh vetë se s'do të shkosh në Ksamili. Nuk ka më nevojë Ksamili. Kur ata vinë te ne do donin të çonin në ato destinacione ku mund të marrin akoma një eksperiencë autentike shqiptare. Se në Ksamil nuk ke më eksperiencë autentike shqiptare për mendimin tim. Okej, ajo, dhe më tonë se unë mund të shikoj të flasim në pjesë të tretë për këtë tagën. Po shumë interesante dhe shifra në të një i vitë në 9 muaj, që besoj dhe ju nuk e mendone që do ishte këni dhe ju disa këshën të një biznesit pra tagën Shumë herë më pak se kaq. Dhe 8.000 euros e shifra për dhe do në akses në para që janë shumë të deshme për artizanë. Dhe unë nga parë dhe produktet janë shumë të lushe nga produktet artizanale që në shikojnë në për kiosët të tjera, që edhe kjo është shumë e rëndësishme përveçisht të mund tjenë në bazë të pak të shtrenjtë, apo ka një realitet tjetër. Po patjetër që duhet jenë më të shtrenjta, mëse në Shqipëri kemi ngritë këtë idenë që duhet se s'bë tjetë e lirë, po jo. Ata artizanët punojnë me orë të tëra, dhe ata e meritojnë të marrin pagesë në standardet të larta. Ata artistët e qendrës, se kjo është një ndër komentet që kemi marrë nga disa në përqindje shumë të vogël, po ekzistojnë komente, jeni shumë të shtrenjtë, ju vetë 60 euro me arë me pa valle. Po ja që në 9 muaj, 19.000 veta, ekuivalenti i stadiumit Era Albania, kanë menduar ndryshe nga këta. Këto para, nëse do ta dish në kontekstin e biznesit, në që po flasim për biznesin, aksionerët e Albania United kanë marrë akoma 100 darkë nga Albania United. Të gjitha këto 60 euro që paguani ju për valle për targa për pa mbrëmjen shqiptare, kanë shku tek artistët, kanë shku tek artizanët, kanë shku ke ndërtimi i një strukture që në harkun e 2 viteve të ardhshme do ketë një impakt shumë herë më të madh se sa fitimi financiar i vetë aksionerit. Që patjetër do vi dita që dhe aksionerët do fitojnë, sa është biznes. Dhe i tim duhet jetë. Absolutisht. Shumë faleminderit. Kjo që sa po tha, është një lajm shumë i mirë edhe për startupin. Se ne Biorbike ne kemi të lokalizuar të vendosur kryesisht tek sheshi Skënderbej. Dhe çfarë ndodh? Të gjithë ata që ju tha do vinë do qëndrojnë një natë, detyrimisht do kalojnë tek sheshi Skënderbej, detyrimisht do ndalojnë të bëjnë foto, do dëgjojnë për sheshin informacion, dhe me siguri do kalojnë ke Biorbike, stacioni i birrës, jo vetëm i birrës, i rakisë, i konjakut, ku do të dëgjojnë për pak minuta dhe historikun e 100 vjeçar të birrës, 60 vjeçar të një partit të birrës, konjakut, dhe në marrë shijen e parë. Pra ky numër i shtuar që pritet është një lajm shumë i mirë. Dhe në fakt Ariana Bolla,
Si të rregullojmë përqindjen? Unë jam pro shkëmbimeve të shërbimit. Na falni që nëse do të thonë deri në 6 deri në me sa e pa. Atë që do të shishë së ndërgjegë, përgjithsisht jam në fundjavë, sepse gjithë javës janë angazhuar në punën time full time. Dhe jam gjithmonë në studim për të parë çfarë ndodh me turistët, çfarë do kërkojnë, çfarë niveli shpenzimi kanë. Dhe turistët që kanë atë nivel shpenzimi për një natë të plot, e fillojnë së pari me këto shpenzimet e vogla. Unë shoh që ju dërgoni gjithmonë 2-3 vajza djem që bëjnë promovimin në pikërisht në shesh të turistëve që kalojnë. Dhe sigurisht që do propozoj që një nga pikat ku ju do promovoni mund të jetë stacioni i birës, sepse atë ndalojnë. Pra mund të jetë një pikë shtesë promovimi për ju. Ajo që bëhet tjetër është që nuk kemi shumë informacion për gjithë këto startupe në fushën e turizmit, për shembull tek ajo, ku ne mund të krijojmë këto bashkëpunime për të marrë këtë informacionin që sapo nda dhe pastaj për gjetur format e bashkëpunimit edhe të zhvillimit të gjithë bashkë. Shumë dakord me këtë. Unë mendoj që ekzistojnë mjaftueshëm takime dhe platforma të tilla ku thirrjet hajde bëjmë bashkë, hajde diskutojmë, ta flasim me njëri tjetrin. Ajo që unë kam has dhe që më duket disi normales, tash ti e njohim veten, jo vetëm personalisht, po si shoqëri i dim të mirat tona dhe të këqijat tona. Në Shqipëri kemi çik të tendencën që unë jam njerëz që nevojë për ndihmë, s'ndohet asgjë. Ti tregojnë atij që duhet bashkëpunimi. Dhe asnjëri nga ne nuk e merr iniciativën i pari, se i duket sikur po shkovon i pari, do mendoj që ja kam nevojën. Edhe do mashtoj. Kjo fryma mendoj që duhet ndryshojnë si që është më tepër element kulture i realitetit ku jetojmë, se sa mungesë platforme apo mungesë hapësirash apo mungesë njoftimesh e gjëra se shumë thirrje janë bërë nga institucione ndryshme. Vetëm se ka Albania se ai çon mesazh ku na thotë do bëhet kjo hajde. Dhe reagimet e gjithëve ne për shembull dhe mua kanë qenë ndërshura. Që unë shkoj për herë parë, çështje kulturale, është gjithë çështje turpi ndroje, të gjitha i kemi pak problem këto, dhe pastaj çështja e bashkëpunimit financiar, pastaj shumë. Krijimi i komunitetit është një nga detyrat tona, sepse bëshon se dhe bizneset janë fillim mund të modelohen pak më ndryshe dhe kuptohet dhe personat si ju që janë brapa këtyre bizneseve mund të jenë pak më mundje e hapur, që ne kemi parë në gjithë vitet grande, që kemi shumë startup që kanë filluar të bashkëpunojnë. Kemi shumë që kanë filluar të shkëmbejnë shërbime me njëri tjetrin, dhe kuptohet pastaj kemi shumë që kanë promovuar shumë dikush ka promovuar në Nike të tjerë. Pra ne duam të vëmë gjërat e vogla, sa shumë e rëndësishme, dhe ky është problem që ne jemi të mbartur, pra nuk kemi filluar as 5 vite të fundit, as 10 vite të fundit, me qenë po të shkosh në historinë e Shqipërisë, bashkëpunimi me njëri tjetrin është kryesisht problemi kryesor. Tani do ta lëmë 2 minuta te modeli i biznesit Beer Revival. Dhe na thuaj pak se kush kanë qenë këto muaj të fundit, viti i fundit, disa prej shifrave që ju keni arritur, ka qenë brenda pritshmërisht, jashtë, disa gjëra që kanë bëjmë me elemente, siç folëm me elementin e biznesit, me konceptin e zhvillimit si biznes. Ky lloj biznesi, unë thash, është një biznes që zhvillohet në mënyrë individuale. Dhe si tillë, qëllimi ka të ardhurat. Jam munduar që të shikoj format më pikëmbruese për të zhvilluar këtë model, pra thjesht ai një model ta eksperimentoj edhe të shoh deri ku shkon. Forma kryesore është ajo e shitjes direkte me klientin. Një formë tjetër është organizimi i bashkëpunimi me evente, me ata që organizojnë evente, festivale, evente kulturore apo eventeve të tjera turistike. Një formë tjetër është guidat digjitale që unë quaj, sepse ky vjerbar, ky pajisje shoqërohet në një ekran digital, ku vetë vizitorët e Tiranës mund të ndalojnë dhe mund të bëjnë një vetë shfletim, është një ekran me touch, të historikut të themi të sheshit, të historikut të pijeve të ndryshme. Pra janë disa forma dhe po kjo platformë, kjo ekran digital ofron dhe reklam për evente tjera, për platforme tjera, për brande të ndryshme. Dhe
këto janë të ardhurat konkrete që unë kam marrë në këto 3 forma, nga shitja direkte me turistët, nga pjesëmarrja në evente, ku jepet të themi banaku me qira, unë shkoj drejt ose e marrë në ata dhe përdor, dhe nëpërmjet hapësirës reklamuese. Këto janë 3 forma konkrete, cilat nuk kanë rezultuar të suksesshme, cilat i kam parë që funksionojnë, dhe një mënyrë tjetër që unë bëj është mundohem të themi të dalë jashtë biznesit dhe ta shoh nga jashtë. Dhe duhet të kuptoj në mënyrë për të dalë të shifre, duhet të kuptoj cilat janë format sot më të zgjuara që me pak kosto të arrit të rrisë të ardhurat. Kam guxuar shumë me çmimin e produktit. Është gjithmonë ajo tendenca që është e shtrenjtë, është derisa shumë e kemi. Unë e kam dhënë vlerë produktit, pra unë e kam parë që rritja e çmimit ose vendosja e çmimit të duhur është ajo që jep vlerë produktit dhe ajo që ty të garanton të ardhurat. Pra çmimi është një nga devizet që unë e kam bërë dhe që më ka rezultuar me shumë sukses. Paralelisht me uljen e kostove. Pra kjo ka shkuar paralelisht dhe kostot i kam ulur për shkak se kam treguar një vit qëndrueshmëri në treg dhe tani të gjithë ata që më furnizojnë me produkte, duke parë qëndrueshmërinë edhe sasinë e lartë, ajo është bërë një nga pikat e shitjes, po themi suksesshme. Pra një distributor tani punon në mënyrë të përditshme në atë pikë. Qofse me një lokal apo furnizohet një herë në javë, një herë në 3 ditë, ajo është një furnizim i përditshëm. Dhe është një nga pikat e suksesshme. Kështu që edhe kjo siguron të ardhurat për distributorët, për prodhuesit, fabrikën, se kështu shkon ajo. Dhe kjo ka siguruar kosto shumë të ulta, çmime shumë të ulta të produktit dhe me rritjen e çmimit kam krijuar një të ardhur shumë të mirë qëndrueshme dhe mundësit reklamimit ashtë për kompanitë të tjera, pra vjen zinxhiri gjithë. Okej. Po pra të pjesa tjetër të shkojmë të e ardhmen, dhe si është në rasat e të ndajmë. Jeni një pyetje. Pra e kuptoj që po ndërtoni një platformë, ju keni pasur të pritshmëri, keni bërë një model biznesi, si të ta shisni, si të zhvilloni. Ku jeni me këtë modelin? Sa mendoni ose më mirë si mendoni që ky model që ju keni ndërtuar të afektojë guida turistike? Modeli i agregatorit, pra një agregatorit të madh që nuk është model që nuk është i njohur, pra janë kanë tentuar të promovojnë disa që kanë tentuar ta bëjnë. Jo të suksesshëm. Në thuaj, dhe më thënë, ca shifra ose ku jeni ju në ato rutimin tuaj për të drejt dhe si mendoni ju që të jeni më ndryshe pak nga ata që ose çfarë keni mësuar nga ata që e kanë bërë dhe pasi s'kan qenë suksesshëm përfshirë edhe institucione shtetërore të kaluar. Kjo është shumë vërtet, domethënë thashë më parë që është një sfidë e madhe marrja përsipër e këtij projekti, e këtij startupi. Edhe është provuar në të kaluar dhe ne kemi shumë vete që kanë tentuar, kështu që e kemi marrë me shumë seriozitet, pavarësisht se jemi shumë pozitiv që shkojmë ne nga dalim, ne shpresojmë shumë që ne kemi të vimë shifrat e lekës në mas 6 muaj ose mas 1 viti. Kështu që do të bëjmë ai gjë për syrin e keq. Ta kemi se si patjetër syrin Arusha gjëra do të bëjmë çfarë të bëjmë. Okej, kështu që me ne jemi shumë pozitiv. Tani një nga gjërat që kemi parë që nuk ka funksionuar mirë, ka qenë për që ju thash, ka teknologjia. Në qoftë se ti ke një set teknologji të plot, me fillimin e fund, që ti ta kesh të zhvilluar, që çdo gjë shkojë në vendin e vet. Dhe ti mos duhet që të ngreci diku dhe të thosh unë do bëj normalisht këtë procesin këtu, që këtu ne jemi të dështuar. Pra në momentin që nuk kanë investuar aq shumë në teknologji, të gjitha ato që platformat që kanë parë nuk kanë qenë mirë të investuar në teknologji. Pra ne kemi bërë një bashkëpunim me kompaninë teknologjike që kemi zgjedhur, është goxha e stabilizuar në treg, shqiptarja. Domethënë kemi një personi që është kolegu im, ai është pothuajse i stacionuar atje, domethënë minimalisht ka një gjashtë ditësh bashkë me ta të punuar, pra është pothuajse full time atje, dhe janë ndërkohë të bëjmë me dizajnin. Ne ndërkohë do të parë gjëra të ndryshme që fusim me të, duam që në momentin që të nxohet të sa më plot. Dhe të funksionojë nga anaja drejtësore për gjithë ato sektorë që janë në momentin që vjen klienti, mënyrën se si ai do kërkojë atje, do të gjithë motorët e klientit se si duhet të jenë, të gjitha eksperjenca si do të jenë të shfaqura, cilat janë elementet kryq që duhet transmetohen në momentin e parë. Pastaj mënyrën se si
Se, në momentin që është e shfaqur atje, po ka shumë punë nga brapa për të bërë këtë që shfaqet. Pra të gjithë këtë punën që nuk duket nga mbrapa, duhet filluar me kualitetin e fotove, me kualitetin e narrativës të shërbimit që do të ofrohet. Pastaj me kualitetin e informacioneve që do përfshin ne, kjo varet nga neve, po për të bashkëpunime pastaj më ta, të gjitha ato do të jenë të përfunduara në detaj dhe do të jenë në nivelin e caktuar në mënyrë që ne të garantojmë pastaj suksesin atë të kësaj platforme. Tani, platformat ndërkombëtare që ekzistojnë janë shumë fuqishme, vetëm ato funksionojnë në Shqipëri, pra ne jemi të regjistruar Viator, TripAdvisor, GetYourGuide që janë shumë prezente në tregun shqiptar. Viator dhe TripAdvisor chargjojnë 22% komision, GetYourGuide 30% komision. Pra janë se komisione që janë jashtë masë shumë të larta. Po, është biznes. Është biznes. 30% shitjeve tona vjen nga third party vendors, siç është Viatori dhe këto tjerë. Nëse ne do bëjmë një nga platformat e tua, le të themi që ti do shisje produktin tënd, unë do të chargjoj aty nga 14 deri në 16%. Do preferoj që të vijë unë? Patjetër, po njëra nuk përjashton tjetrën. Absolutisht jo. Çdo biznes do ishte i hapur të vijë të regjistrojë. Nuk pretendojmë që bëjmë njëra për tyra, sepse këto janë si thua mamuther gjigantër të tregë që nuk jemi ne atë që të lëvizim. Unë uroj në shpirt që inshallah bëhen. Po, edhe unë do të pëlqejë shumë që ai 30% që vjen në Shqipëri. Të jetë pikërisht. Kjo është edhe një arsye e tjetër që ne kemi menduar. Domethënë një arsye shumë e fuqishme është që tregu ka potencial. Ne po shesim pse të mos të ulim këtë komision dhe ta lëm edhe ndërkohë në treg, po ndërkohë të fitojmë edhe neve. Pra ideja është biznes, ne nuk është se kemi dalë si thosh për të promovuar Shqipërinë. Të gjithë duan të promovojnë Shqipërinë. Një nga arsyet që jetojmë në treg dhe ekzistojmë në treg është sepse ne duam ta bëjmë në mënyrën e duhur dhe realisht ta them këtë, domethënë siç shpjegoi deri tash Armando, dhe ne jemi shumë të apasionuar me të gjitha veçorët për Shqipëria, nga jugu deri në veri, përpiqemi që ta bëjmë këtë në mënyrë më të mirëfillueshme. Por gjithmonë kjo do bëhet për natyrë parametrave që ne vetë kemi mundësi financiare të ndjetojmë në të treg dhe ndërkohë të ndihmojmë tregun botas që edhe ai të ndjetojë. E thashë më parë është shumë e rëndësishme për ne që njerëzit të vazhdojnë të rinë në vendet e tyre, të ruajnë në traditë që kanë, të kalojnë kërkesat e ardhshme dhe në këtë mënyrë të kemi mundësi që t'ia tregojmë të huajve që do të bëjmë. Sa mendoni ju që në momentin që jeni gati për të treguar dhe dolët, sepse thjesht ka një problem, Viatori mund të chargjojë 30%, ndërkohë ka një vizibilitet para. Pra, ka krijuar edhe fonde për të faturuar 30%. Kështu që jo gjithmonë çmimi është motivi më i mirë që mund të ndrojë që të shkojë në një platformë. Dhe në përgjithësi, çfarë do lloj platforme lokale, ose renali që ka ardhur për të bërë konkurrencë, ka humbur pikërisht se ka qenë gjithmonë me lirë. Pra nuk ka qenë asnjëherë me shtrenjtë se Viatori, asnjëherë me Booking, asnjëherë se diçka tjetër. Kështu që mbase kjo është një nga ato gjërat që duhet menduar para se tentohemi, sepse gjithmonë është në kontekstin e çmimit për të vendosur në fund për e vendosur tregun e çmimit. Shteti, siç e tham, ose më mirë qeveria shqiptare ka hetuar një pjesë fondeve. Çdo vit filluan me 300 milion lekë, e vazhduan vitin e tyre me 300 milion lekë. Besoj deri tani kemi pasur disa rezultate shumë premtuese nga ato që kemi financuar. 2026 dhe po prapë në një intensitet që pavarësisht se nuk janë shumë, po themi krahasimisht me shtetet e tjera, për tregun shqiptar janë deri ku është një standard i krijuar tashmë që çdo fund viti ose çdo fund viti ka një skemë, gjithkush mund përgatitet, mund të aplikojë, si do një vit tjetër mëra. Pra, nga ripane e ofertës, ka një ofertë. Tani, nga ripane e biznesit, ne duam të kuptojmë nga ju, se si ju tani të vazhdoni të rrite. Sepse gjithmonë është konceptin e duam gjithmonë dhe ju vetë besoj, po dhe ne si agjenci duam më shumë startup që zhvillohen, më shumë financim për zonë, edhe një nga ajo, pra si pra duke parë të ardhmja, Armando dhe të themi që të ratë, çfarë do kërkoni të më shumë, qoftë nga agjencia apo qeveria, apo edhe nga tregu, pra ku do të projektoni ju dhe si do t'ja uletësoni me këtë udhtim drejt një rritje eksponenciale në rast se mund të shkojmë kështu për e nga najtë dhe të gjithë.
Unë do flas për rastin ton konkret, nuk do ta përgjithsoj me slova teorike. Për rastin ton ajo që di të them është që granti që ne morëm nga Startup Albania sot është 50% e të ardhurave tona mujore. Pra ne sot në një muaj gjenerojmë 2 fishin e asaj që ju na keni dhënë për një vit. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që iniciativa të tilla nga institucionet publike janë një katalizator spektakolar për ekonominë lokale. Nëse ne nuk do kishim marrë grantin që morëm nga ju, hapja jonë do ishte vonuar me paktën një vit. Se do na duhet i gjenim ato fonde diku tjetër. Duke qenë një startup që sapo ka hapur dyert, kredibiliteti dhe besueshmëria kundrejt institucioneve financiare nuk është e fuqishme mjaftueshëm që të ato fondet mund t'i merren në mënyra më konvencionale. Kështu që startupi, do të çoj tek ardhmja. Ne nuk kemi në plan të ngelemi një startup për 10 vjet, që do vi vitin tjetër të kërkoj lek tjera dhe të shkruaj gjë tjetër të bukur, nuk është ky plani jon. Ne mbaruam punën në aplikimin e parë, sot qëllimi jon është që tregut na mbajë gjallë, që tregut na zhvillojë, sepse kjo është një formë shumë herë më e qëndrueshme se sa ai katalizatori fillestar që mund të japin institucionet publike apo donatorët e gjitha formave. Ne të ardhmen e Albania United sot është e ardhmja e Albania United. Pra e tashmja jonë sot është shumë herë më e madhe nga çfarë kishin prit neve të ishte në rastin e tregut. Dhe unë mendoj që ato që ju bët me ne në fillim, sot ne mund ta bëjmë me të tjerë. Pra neve sot po nisim disa projekte të cilat fillojnë në 2026 që përfshin artistë të rinj, që përfshin njerëz të rinj, që përfshin mbase ca startupe të reja të cilat e amplifikojnë akoma dhe më tepër këtë eksperiencën e Albania United, të bëjnë edhe më të bukur edhe më gjithëpërfshirëse. Dhe ky rrjeti jo nga një gjë shumë e vogël, vetëm vjen dhe rritet. Dhe gjitha kjo filloi me një injeksion që për shumë veta do në start keni bo biznes në Nella. Nga keni bo një shumë, nga kena shumë fishume në 8 mujve, dhe keni bo super biznes në Nella. Kjo është eksperienca jonë. Kjo është ajo që di të them. Në qëse do thoja paketoja Albania si shërbim dhe hape në qytetet të ndryshme, dhe ishte një model shpërndarje. Jam i bindur që nesër do të bëja. Tregu është aq i etur, sa edhe nëse hapim një Albania United të dytë brenda Tiranës, impakti jonë do jetë shumë më i madh. Kështu që ka ne që tani i kemi etiketuar destinacionet e reja ku do donim të shkonim. Shumë mirë. Dhe pra këtu unë do thoya që instrumentet që ne kemi në dispozicion mund ta bëjmë të rrugtim pak më lehtë. Ashtu si thash, startup nuk se mbështeten një herë dhe ne nuk duam të shohim rezultat. Ka shumë startup forma të ndryshme, ka disa që duan 2-3 vjet që të ecin, ka disa në rastin tuaj që ecin një herë për shumë arsye, pra nuk është vetëm një herë edhe mirëpafshëm, është një herë për herës tjetër të bëjmë diçka ndryshe. Pra ne shohim të rezultata do të ndihmojnë pak më shumë. Dhe jo gjithmonë është financiare, se mund të jetë edhe aksese në treg, mund të jetë ndihmë nga fonde që duan investojnë për këtë lloj supermarket të tjerë. Okej. Mira, janë bindë, dakor, do t'i kanë prapë. E di po më që editon ta fash. Okej. E njëjta gjë. Ku është e ardhmja? Çfarë do duhet për ta arritur dhe si mundet ne të lehtësojmë të rrugtimin tonë. Kjo që sapo kam realizuar është hapja e një shteti. Pra, ky është një lloj biznesi inovativ, i ri, i pa provuar më parë, madje edhe tuaj që vinë, thonë nuk e kemi parë një gjë të tillë edhe në shtetet e tjera. Janë të shumë vendet që ndalojnë, pyesin, na shohin, fotografojnë. Pra është diçka e re që rezulton me shumë sukses. Dhe janë me qindra turistë që kalojnë për ditë dhe që shërbehen. Kështu që u hap një shtet. Unë e shoh që kjo nuk kthehet në autostradë, sepse potenciali është shumë i madh. Turizmi është në zhvillim. Është një model që u provua që funksionon dhe hapi i dytë do të ishte krijimi i një rrjeti, ajo që that në qytete të tjera, në pika të tjera, që të brenda Tiranës.
Ajo është një gjë që është shumë në paqe dhe shumë miqësore me mjedisin, që do të thotë as nuk dëmton, as nuk kërkon infrastruktura fikse, për ajo mund të shfaqet në një moment në qytet, në çdo lloj lokacioni dhe krijon atë atmosferën inovative, argëtuese, informuese për klientin. Pra ndërtimi i një rrjeti, brenda Tiranës dhe jashtë. Në fakt bashkitë e tjera kanë diskutuar dhe kanë parë dhe ka përqyrë si ide, i mungon qytetit. E kam e pritur shumë bashkia e Tiranës edhe mund të them që ideja e vetme e këtij lloji, për shkak se ishte të inovacion, për shkak se ishte një biznes i qelbur, për shkak se ndihmonte një grua që të themelonte dhe të operonte një biznes, dhe me këto pika të tjera për që dhe ngrato që do ta themi zhvillojnë si biznes, që dhe në pjesë, si staf. Absolutisht vetëm gratë. Kështu që ndihmën këtë ishte. Kemi 23% gratë të vajzë që kanë fituar gratë. Është Dhe të shtatë meshkuj, kështu që nuk se jemi shumë keq të këtë. Po edhe ne që jemi biznese meshkush, gati 80% të stafit, përfshirë këtu edhe administratorën e projektit, i kemi gratë dhe neve. janë fuqitanë. Okej, si shumë shpejt. Dhe konkretisht. Pra, çfarë do doje ti të shikoje si instrument ndihme? Atëherë, ky lloj biznesi ka vetëm vështirësinë e investimit fillestar. Pra, kushton vetëm investimin fillestar dhe pastaj ai operacional është krejtësisht i lirë. Pra, duhet vetëm të investohet në këto pajisje, të cilat janë thjesht beer bags me vagona të ndryshëm, se secili vagon ka llojin e ri të shërbimit. Pra, duhet të shtohen disa beer bags për të pozicionuar në qytete të ndryshme apo edhe brenda Tiranës në disa pika. Pra, investim fillestar për këto mjete. Pra, e kuptova, pra ti duhet ulesh dhe të bësh një plan investimi dhe rikthimi për mjetet e reja, që mund të bazohet në operacione, mund të bazohet në të ardhur e mëra, se jemi ditur që nëse plani nuk funksionon, ose në fakt letër është plani i duhur, do gjetë dikush përveç kuptohet si çam agjencisë, që do investoj dhe t'japi investoj kapitali fillim, që dhe ju pasi të tregoni se sa është i shumë gjatë kësaj periudhe. Okej. E njëjta pyetje, ku e shikoni të ardhmen, përveçse se si lançuar, po shikoni 3 vjet larg, ku doni ju ta çoni platformën, në çfarë lloj mundësish keni dhe çfarë do doni të keni, që ta bëni këto paralel me viatorin apo me diçka tjetër që mund të jetë më. Ai ky është viatori, duke marrë në telefon duke thënë am qaf shumë me një zë Shpresoj. Ose një vjetor. Po, ne Shqipëria gjithmonë do të bëjë gjithmonë, por që, okay, mbajmë pjesën tonë të Shqipërisë dhe Ballkanin Perëndimor. Pra neve si kur të shtreshme në të katër vënde dhe të ambicia e në shtatë mbushur. Dhe si fillim përveç kapitaleve njëherë, gjithë çështja jonë është vizibilitet, pra marketing dhe shpërndarje. Në momentin që po flasim përveç se çfarë po vizet për relativisht me platformën, gjë që po bëjmë është që po kontaktojmë bizneset lokale, ato që më njohin. Dhe realisht mund të them që kam një listë tani për 150 biznesesh, biznesi që vetë kujtet, 150 vetë duke qenë tur operator edhe kujde lokale, të cilët kanë shprehur dëshirën dhe kanë po fillojnë të punojnë për rregullimin e tureve të tyre, të cilat duan të i vënë nëpërmjet platformës sonë. Ne kemi bërë prova këtë vit me miq që kemi shumë afër, i kemi vënë në emrin tonë te Get Your Guide dhe ke viatorë e këto, dhe shesim ato shërbimet e tyre në emrin tonë. Kështu që kemi bërë edhe këtë si provë vogël për parë se sa hecën. Me përmeti sidomos, na ka rezultuar një sukses i parë, se përmeti ka qenë edhe mua më duket si bumi i kësaj vere, ka qenë përmeti. Domethënë, siç e thash përveç kapitaleve, gjithë pjesa që duam ne tjetër është shpërndarja e fjalës për këtë platformë, është marketingu dhe njohja, po themi ajo brenda tonë, që të popullohet platforma. Pra gjithë çfarë jemi që bashkë, për shembull, duke filluar me Rodinën, ne patjetër që njihemi nga startupi, por gjithsesi do të shohim që në momentin e duhur, patjetër që edhe ajo do listohet edhe ne do kërkojmë në fillim tek rrjetet tona që kemi njohur edhe te startupi të gjitha, dhe pastaj gjithë rrjetin tonë që kemi ne po bëjmë tashmë këtë, dhe gjithë të tjerët, pra ne duhet një shpërndarje brenda vendit që kjo të njihet dhe të popullohet si platformë. Pastaj ne ngjitet që të bëjmë marketingun me vendin jashtë. Ne kemi eksperiencë, le të themi tash prej
4-5 vjetësh me të gjitha panajiret, kështu që jemi pjesëmarrës në panajire, kemi marrë pjesë qoftë me Ministrinë e Turizmit, qoftë me shoqatat e turizmit. Pra i kemi të tyre lidhjet, qoftë edhe me to për të shpërndarë platformën edhe për ta bërë atë si thua prezente në tregun brenda për brenda. Nga shteti pastaj nga sertarët do kërkonin nga Ministria e Turizmit edhe nga qeveria do kërkonin që në qoftë se ne do kishim pengesa për të listuar këto shërbime në vendet në gjithë në vendet fqinj, do donin që të na ndihmonin për le të themi për zbutjen e këtyre pengesave edhe për nuk shikojnë problem, sepse për sa vjetori punon, por gjithsesi nuk e dihet, nuk ketë në një lloj pengese nga këto vende që më thonë jo po vetë një platformë që s'mund funksionon këtu neve, kjo do ishte një ndihmë, por gjithashtu edhe prezantimi në për bordet e turizmit, në për shoqatat e turizmit nga Ministria, nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, nga institucionet të tilla, do ishte një ndihmë e madhe për neve që të krijonin kontaktet më të thelluara se që kemi në vendet fqinj. Excellent. Jemi përfuese në kohë. Komenti fundit. Komenti fundit. Po inkurajoja po që të tema e gruas, po inkurajoja çdo grua që të mund të shikonte përreth, të mendonte çfarë ka mjete, çfarë të bëj, edhe të mund të guxojë, edhe të mund të krijojë një po themi plan biznesi për një startup, të mund të ketë guximin të aplikojë në grante, pra tash më shumë e besueshme në Lima. Kështu që të doja të inkurajoja atë që do dëgjoj këtë podcast, të mund të marrë hapin edhe me shembull që po dëgjon sot, të mund të krijojë një biznes vetëm, të krijojë të ardhmen të veta. Unë do vazhdoj të insistoj ke pjesa e trashëgimisë kulturore që do të ruajmë shumë. Dhe duhet gjithsesi të vërtetojmë me fjalë të reja. Stop stealing my thunder. That's right. Base e riprezohet trashëgimin ton. Jo vetëm atëre, le të themi, mos kaloj vetëm atje, bukurinë natyrore të Shqipërisë janë të pafund, së bashku me trashëgiminë kulturore, por gjithsesi këto do të jenë koordinuar edhe me sustainability, për qëndrueshmërinë edhe si thua zhvillimin ekonomik. Të gjitha këto do të shkojnë në paralel bashkë, ne kemi një turizëm të qëndrueshëm afatgjat edhe me të ardhmë financiare. Pra, gratë i qëndrueshëm. Ajo që do thoja është para një viti, sot një vit, isha një djalë me ca ide në letra që nuk e zinte gjumin natën nëse ja ka fut kot me këtë që është duke bëu apo realisht kjo vlen. Gjithë do të gjithë. Dhe gjithë u përfshirë këtu dhe mua, pra ne rria pa gjumë për. Dhe sot pas një viti, ajo që do i sugjeroja cili do është pyete veten sa e do atë që ke në mendje të bësh. Dhe nëse realisht e do shumë, rruga do të tregoj kush janë zgjidhjet që të shkosh tek pika finale. Mos u trëng nga e ardhmja që nuk e njeh, fokusohu tek e tashmja dhe zgjidhi problemet një nga një, dhe mos hiq dorë nga ajo që ti vërtet realisht do. Unë nuk hoqa dorë, mendoja se ishte komplet kot dhe ishte demoni frikshëm se bukur është edhe gjithë njerëzit që ishin afër meje e mendonin eksaktësisht kështu. Ja po jemi këtu një vit më vonë. Ishte kënaqësi e veçantë. Turizmi shqiptar duket që është në dorë sigurta, pakën për temin. I falenderoj individualisht dhe të gjithë i bashkë, ju sugjeroj që eksploroni pak her pas here, këto që jeni shumë të kërkuar në të përditshme, por her pas here ndani pak në të përditshme, hajde të keni një event, qofshin ato edhe që nuk ka një temë specifike ose mbase nuk ka një benefit specifik që ju dini aty, por ka më rëndësi network që ju krijoni për të dalë pak siç tash herë përditshme dhe mbase të krijuar një oportunitet ndryshe se ka parë për të marrë një ndjenjë. Kështu që e përfundojmë kaq, ne me sigurisht që të shikojmë ato që s'ka ndalë, gjithë ju që të zhvilloni më shumë, dhe siç thamë, agjencia është gjithmonë pranë jush, jo gjithmonë në fonde, po pranë jush me zemër. Faleminderit dhe ju takojmë.